E fjalën që mirë e këngës së bukur. Në Odeon kanë folur gjithmonë që në Pellazgjie, në Ilirinë e vjetër, njerëzit e ditur, njerëzit e shkencës. Ata që kanë pas çfarë për të thënë e për të dhënë. Radha e parë kanë bërë pyetje, radhë tjera absolutisht kanë dëgjuar dhe mësuar nga këta erudit të kohës. Sonte kemi fatin e mirë e të rrallë që të na vi përsëri një erudit, një profesor i nderuar, një personazh shumë i veçantë që i ka dhënë këtij vendi në çdo moment të jetës së tij, dikur absolutisht edhe sot një emblem e jona e bukur e studentëve të Fakultetit të Mjekësisë. Ajo është profesor doktor Osman Sejfia. Hajde, prof! Prof, një se jërë, Një prof! Mjekësisë në stomatologjisë. Ke plotësisht të drejtë, mjekësisë dhe stomatologjisë, zguxon kush me ta harru stomatologjinë dhe kirurgjinë maksilofaciale. Harresa o smundja ma keqe. S'kom qef me harru. Për nxjerr syzat? Nëse duhet. A nëse duhet? Për ndryshe, vetëm për me lexuj i përdor syzat akoma, profesor? Po, mujo e pa ato, kur janë gërmat më të mëdha, po, kari i përdori. Kur të kam njoft për herë të parë vërtet si sot, në realitet, pak ma i ri, ishe ai giganti që të kishim emblem kështu në fakultet mjekësisë, vetëm të keqe keni pas që na dhëshin në mëskrimin me bëmë mërgu veç një herë. Më kisha qef me ju pa ma shpesh. A me na pa ma shpesh? Profesor, na kemi folë në emisionet e kaluara dhe është mrekulli që të kam musafir. Faleminderit për pjesë. Jeni një nga emrat që i kanë ndërtu themelet e kirurgjisë maksilofaciale, se stomatologjia ishte ndërtuar pjesë kështu nëpër, po fuzionohej në një fakultet, tyre ditëve ma e festuam me 50 vjetorin, por ju jeni një nga ata që vut themelet e para. Kështu, si ide, sigurisht ju kështë lindë që kur ishi studente, që kur ishit nisë më u shkollu në këtë drejtim, po si ka qenë dita kur e keni hap, kur e keni promovu, kur e keni inauguruat? Në këtë botë një rasisht, po kur gjo nuk është rasishtme. Maksilofaciale ku edini ku është vendosun, të tretën. Po? Ka me ta regullu veç mikrofonin pak, profesor, po. Meritor që jemi në ndërtes, prapë smujmet e kalu, profesor Musa Haxhiu Madh, s'do të folim. Kur flasim për Musa Haxhiun, japim duar trokitje, s'është më profesori madh, por është me veprat e tij. Gjithmonë do të jetë me ne në kujtimet tona. Për arsye se ai ka themelu stomatologji. Na ishim pa klinik, më shef që kuje Osman ka pas një konsiderant ndaj meje se une e kom pas si u vërëfys ata në profesion. Fash që është shtu, s'po kom repart. Qysh me bo, ku është maksila ka qene pra pamën me hi derma. Po nuk shkoj ke fash... Atëherë dermatovenerologjia. Po, konvenoj ke objekti pse aty ka t'i nakt për ato terapit me, që absolutisht i qmoj me nxemje, me rezidil solare. Fash po profesor nuk shkon një deg kirurgjike, për folën një ishin oftalmo dhe orëllë, nuk shkon me qëna që aty, adin qëna që aty a i kish... Mirë, arrëthimi është i gjatë se kemi biset... Domon, shkoj e bindi profesor një burë të malë, profesor Ulqinakun, dermës, Sim Dobrecin. Me më shupe... Profesorin e malë. Ata të ato pasin profesor? Po, tolerant. Edhe e sigurut venin? Unë e qita synin me 11 marsë. Aja qitë synin me 11 mars, po sepse vitit 83 për vjetori demonstratave. Edhe ditëlindja jam edhe. Edhe ditëlindja juaj, prof. Dhe të hëngën ana tjetër, po edhe se dhe qitën një prilje. Një prilje e ditën kërë që ishin brigadat punusem, e o dita rranë. Po. Une asa në jashtë, ne me 21 mars, dita pranveres, gjithmonë është të rej maksila, Sultani Nevruzi, ditë e Bektashive, që une i respektoj. Sa i respektoj Bektashit, kërë më shku në Turqi, i kom vizitu vorezat e vlazit frashi që i kanë në pjesë erën këj më shku në shaj respekti. Janë Bektashi ata. Mirë, profesor, ditë e bukur. E festum, këtyre ditëve festum për vjetorin. Po 50 vjetorin e stomatologjisë.
përpara. Që kjo ju në realitet ishi përgatit për stomatologji dhe kirurg maksilofacial. Po. Në Beograd. Tash është shumë interesant se mbaheni mend për nga studentët më të mirë atje, një krenarie jonja, po në Beograd në atë kohë ke taku shumë njerëz gjigant, ke frekuentu me ta si Bekim Fehmiun, Faruk Begullin, Enver Petrovcin, unë po flasë për tatarët që i njo, se ka pas edhe për plotë, Po, në atë kohë ka qenë Musa Haxhia në shkallë 3, ka qenë Zekria Canan, pas diplom Recep Qosja, kërësisht me këta. Kej dia, realisht. Realisht. Për Bekimin, një gjatë, dhe mon, aja mënyra se i fengotat në atë filmin Mlefësit e Puplave, është hina në alet e krejt akademive. Po një detalj duhet me falë. Në Beograd, në Dubrovnik mashin Lojnat Verore. Ka qenë shfaqa ma fund Jean Paul Sartre të egzistenalizmi, dur të përluta. Unë kom qëllu, kom shku me e këqyrë. Bekimi ka pas të rënë mesatar. Jo epizodik, jo Luba Tadiqe këta të maj stevër, e po hypë, ajo konë pak jo komunikativ Jean Paul Sartre. Po hypë me arru, ata kanë pritu, o shku Bekimin. Vesh të ja ke qëllu, dhe më dy gjanat që e bojnë në ashtorë. Dhe më thonë, ta themi që të profesor, Jean Paul Sartre ka hypë në skenë, dhe ja ka thonë dorën Bekimit, nga gjitha ta aktorë, e ka thonë vesh ti e ke realizu. Që ka komendu une. Këto figura më pas, më duket më të tira të universitetit tonë, që ju profesorët e mi, po bashkë me ne, studentëve, i bom në për shtëpia, në për podrume, në për ku mundëm, në për ato mini klinika tuaja që edhe ju rezikonin e kështu. Në ligjerata shpesh herë ke marrë emra të njohur, e njerën nga ta një herë ke marrë edhe Bekim Fehmiun. Për mi u të regu studentëve që si jemi vetë, jemi bashkë në këtë përpjekje. Unë në Beograd këmë shkollu, ka qeni libra, i fëshin leximorja amerikane, ndikimi në atë do rrugën e njohën, Knjaz Milo, unë shkësha me lexu, e shkisha që ka përbëjnë studentët të një. Fund çdo vitit, studentave ju bishin një njeri eminent. Dhe unë kom pru Bekim Fehmiun, Enver Petrovcin, Zekria Canen, i kom ma vonë herën tjetër, Fadil Vokrin, futbollit, kështu. Dhe më në fund vitit, në atë natën absolvente, mi të regu, mi pas një shembull, kështu ka qenë. Shembulli i fundit, dhe më po folë për 96-ën, Bekimin. Bekim Fehmiun. A ndjekim pak, sepse e ke rujt me shumë dashuria. Me qenë ju me ta, pas keni pas në tije, edhe të të gjeni, mund edhe në pyjtje, vetëm pyjtje për një të zërë, se atë kemi të mund edhe për pyjtje. Të gjithë një nga një, edhe në përqëllësi. Ardhmëria dhe bazë një shoqate, një të elementet kryesor është shëndeti për një shoqëri. Do më thonë, shëndeti, arsimimi, ushtria policie. Ju jeni ata dhe të parë. Tash urdhoni, qose keni qërë të shka të ty, Pa nota! Ne u tonë për ju. Pa nota! Kom qenë dhe veçarë, në bashkë të kapë në bindin e Ernamë. Baba i ndjerë në qonë të dentisti. Kjo ka qenë 1926. Kam qenë 10 veçarë. Në futin të dentisti, i majsin nga senëve, to Kavera, Ted Kavera, Gani Tata, edhe një tjetër. Një orë ka zgjatë në nxjerrja e gjashtë poshtë. Ka qenë
dëmi me 3 rënëze, i treti është kap si krep peshk. Mas 2 javë të thymja e rënës. I pa të premtu vete se do të bëna doktor. Për me ndihmu njerëzve që me nxerë të tanë padrinë. E tash, po e pys, sa vetë për jush janë asi që kanë studiu që ka 5 kushët i sa vetë. Ju në duhet me qenë gjatë të teshin, gjatë në është ta venqit, sa vetë janë ata që për shkak të dashurisë, ndaj, të vëzën bazë të humanizmit, e kanë marrë të profesor. Në gjithë? Nuk që besoj. E kam në time, të njerë, kur vendosa me u bërë Krist, e kjo që në moshën 15-16 vjeçare, ta kuku nonë, cirkus po të më bërë, ta që e ki zanatin e Saraqët, e kam zanatin e Saraqët. Valu doktor. Ta pëse në më bë doktor? Ta fiton pare, gjithmonë je i sigur. Në më thonë, erë vetë, kam zërë. Profesor, momentet bukur ato ideja, kauza është e bukur e juja, në mënyrë që qa kështë dëshirë? Mja rrit vullnetin, shpresën, studentëve më shumë? Po, shqyqa, një popull nëse do në më shkatru shkatruaj arsimin. Ata mendojnë që në shkatru në arsimin, aty kem tërgu në motivin, për kem pas mbështetin popull, se popull e kanë provimin. Se zakonisht lind shteti për në universitetin. Universiteti të na e ka lind i den, e ka mrujt, e ka që deri në qëtë. Na kena me bisedu ma tutje, profesor, apo atë mundon ajo periudhë e rinisë, ku përveç mjekësisë që ishe i shkëlqyre kështu, po kishte edhe shumë arte, kulture, frym intelektuale, të rallë. Jo, se gjitha ato i bajnë veti, i strehoj në një fajl temë, në memorë, i firi sa, i ftoj. I fton edhe bashkë bisedon. I këtoj me shumë dashuri. Profesor, tash janë bo disa vite që jeni pensionu, po ju si jeni pensionu, po vazhdoni me shkru në vazhdimësi, bile ja këtu ku e kemi një pjesë nga kirurgjia maksilofaciale, libri që... Orale. Dhe orale, që pregaditet për studentet, me shumë bashkëpunëtorë dhe me... Po, në më njën Tiranës, nëse do në mundë me ledzu veç hymjen, nëse është një të arsyshme... Veç hymjen e këti... Akum, a lash atje. A nëse ke lon atje, e lexojmë tjetër, po, e lexojmë. E rëndësishme është që po e bëni. A pritet shpejt me na dal? Po. Tash ne i kemi do probleme administrative që ironike. Domthonë si pensionist, si profesor, më shumë qenë barsi libre, se në rektorat më kërkon falje para 2-3 ditë. A shemis po më ka domethënë veç më jalon Jo, ata në bashkëpunëtor, fash jo mëri që nxan stemi. E ke studentët tuaj. Fa profesor, më fan na vonë zë, na ka keq me të thonë se son konkurron për titull librit universitar, pse kur ne pensionuam. A çen ka kjo? Unë s'kom dhe kalo. Po si më ulon pastaj. Jo. Do ta bëjmë. Rrugët zyrtare do të dalin në zonë stemi që kanë drejt. Jo. Kur të botojmë ndrojmë emrat. Si po sheh sa zhvillimin e stomatologjisë, kirurgjisë maksilofaciale, të mjekësisë kosovare në përgjithësi, në standardet që ju i keni ndërruar dhe keni punuar shumë për to? Kështu naim, ku kemi qenë, mirë jemi, ku dash me konë të jemi. Na s'kon të jemi. Ja, s'kon të jemi, po s'jemi. Jemi ku në mendoj që ke mujtë me konë me potencial. Një detalj për fëmë, të edhin që unë e kom që vetë me kom arrit në Dresden, që universitetet më eminent Gjermanisë. Studentet në praktik, mediatare, o ata mi më fruktu, profesorët eminent e kjelte e tjerë më kanë thonë, dia teorike studentët ju është barabar me të njët. Praktikin e keni dëbë, dhe më na ingarkojmë me teorira pa nevëshme. Do më thënë praktik më shumë. Po, kurse dia është në nivellet e tyre. Ose që përfani që ju
di aplikative, tashmë këtë rejtë. Di aplikative. Po. Adin, mi mësu çka e duhet për jetë. Për jetë të profesion. Si shef, profesor, sot studentët tu që janë bërë mjek të mëdhej, emrat mëdhej, profesor, kirurg? A mi numru emrat ajo? Ki shumë, bo mi numru teri? Jo, për disa tjerë të tjerë. Sami Saliu, nga ndim Domin, Mërgime Prekazin, Zana Bajramin, Jehona Mreqicën, e plot tjerë. Ata janë gjithë kanë mri nivelin tanë. Një profesor është i mirë, sa ma shumë zanës mirë. Ajo ke vonë vejtëse atëre? A ke qeni vështirë me vonë vejtëse, apo? Vejtëse në veç vetë të jepë. Do më në kam një atyre që më ndi vetën që kom plëcu një dëshirë, një obligim të i vendit në përmes tyne. Ka atjere, unë i numërova jam në atë kryesor. Ferialin e rova, për shamë feriale për ju të një këtë. Po kemi harru dhe kanë me të hujidhëru plotë, pra ndaj ma mirë, kemi gabun gallënimin që se kina marë se na i kisha dhe violinis, edhe kishim këndu. Po, përsa ta e kom marë. Janë zakon që më. E kom marë se baba e me babën në ti kanë shkruj normalin, unë e lypi traditën. E qëmon traditën, e respekton traditën. Po, adin pëse, traditën në kanë zhduk tjertë, elitën e kema zësu vetë nga njerë. Profesor, sonte ju kom thirrë në realitet me një sebep shumë të veçantë më vete. Gjatë luftës ju ishit një prej themeluzve të shëndetësisë së luftës, po e quaj kështu, në regionet e luftës, të ushtrisë lindëtare të Kosovës. Si u lindi kjo ide, profesor, apo si u organizuat, se e organizuat një sistem të tërë, nën plumba edhe me mungesë të çdo gjëje? Ne, prapë do të më këta fjala, gjësha ndohë rasisht, për kur gjësë është rasishtme. Une të 83-ën, kom teme a vetme diktaturën shqiptare, magistraturë, tem e mikësisë ushtarak. E kom bërë në akademi, tem pacientët i ke marë, të mundësh me putë ku i ki gjithë pacientët. Të 83-ën i kemi njës demonstratat, për këta, për sërbët, tamon, vidi i redentu, sta misliot. Unë jem përgatit, jo mërë. Po, do më në atë akademinë ushtarake ku jem shkollu, ka qenë profesor Shkoklevi i madh, ai ka qenë i linjën 36 km prej Korçës, në jamën botnor, më ka majtë afër. Atë më ushtarake më ka vonë, e kur kom kryer punë, thash profesor, pse? Pa po, amanetin që ka thënë, gjyshi i tij, pas ka pas fitore në Korçë, ku ka qenë Turqi, vilajeti Manastirit, kur asnjë dugoj që kanë dëmtuar shqiptarët, ja kanë në amanet, fa ti po të fat, pava që se ka pa shqiptar tjerë, që i vlenë. Do më në kom po temën ushtarake. Ti pa të fatë si shqiptar që u takove me mu, unë mbaj mend atë, edhe po ta kthej pak. Gjyshit, do në amanetin e gjyshit. Amanetin e gjyshit, po. Edhe plagosën i tash të luft s'ka pas, po i bishin prej Afrikës. Plagosën Sarës, Perëndimore, Libis, Irak, Iran, prej atyne 150 pacienta, sa kone keqe magistratura në kuadrë të armata tretë në Evropa, ja, i kanë atë sanitetit komplet. Magistratura jeme ka shërbyer për mi bërë komplet sanitar 55, po djene kom pas të gashme. Më kanë firë, i vikera që po diqka tash mu i me shqitmen, po... E kam pyetje më vonë si kontaktut me UÇK-n, po a fillimisht a fillut me bisedun me zveti me... Po shqyqa, një njeri i madh, vizionar që do të folë shpetimi, a 9 nitën, në ndorë, ngren kënë. Prezent ishte kardiokirurg i njoftën në Madalja Shari, me vllamin e vetë, prenari i glasë, a ka s'ka luftë. Shpëtimi që i kështu e lenë përshqipin një kullerit, një djarit modern. Ka qenë ashtu? Unë pak jam gjysë i vrashtë, po ka s'ka luftë, a i ka thonë 9 nitën, në ndorë, në grenken, pa që i të hutën kra. S'kemi liri. Bravo, 9 nitën, me 31 vëtor, 91. 3 sënmon familja legendare emblematike e Asharve, mu me forë dhe gjallë, më të manë për mu ka thonë Kushneri, që nëse kish me egzistu Nobeli për flim, ata do të mërshë. Për flim, për liri. Është 5, 6, 7. Më pas. Po, atë 91, e kjo operu, pas taj? Jo, 91, plëgoset Vesel Selimi. Agja i Sultanit edhe Recep Selimit. Ata vendosin klinikë. Mu më këshin qitë këta vlaznit në forza prej pune, po vjen një për tyne ta fil Duraku, të unë nga si që tash
Po letë me folë, po vjen, unë e këshu një mikë imi. Po pse ta fili një pikyrë ka qenë? Po, është. Poeti që shkrimtari që vdes këtyre ditëve. Po, ta film e kanë familjar. Do ai ka pas. Pra Duar Trokashe unë e kam edhe krijues edhe Ai ka këtu të një fjani i Kaçanikut, e kremi, farmacist ai ka ndrujet, qysh më arnë maksilës qantone. Tash njerën që si ke pa kur, në ato në fana shumë ndishme, që së dike që e komadën kështu. Pash po, telefonova në kliniki kisha bashkëpunëtor, do të reshen flanza e arravohat. Hatigjen motat, haben, fanen, bashkëpunëtore, është aty pacienti po. Të rujtë policia, e se kishë plagosën, së plagosët ajetna. E unë e përdojnë një metodë, e kom pas që du të më një evë Bajramin, e kur më qëtën për i punë e patën kajtë, një javë për para dy, fa shajtë se këfena unë. E Bajramin e kom pas ta fërt, jevë, Bajram, kështu i kom funë, policë, që eva trakin që ta kom donë, se e kom, fa kom, këtu, a më fërshmësaj që një gotë pak ma tepër, ata ishin kontrolu, e qesin poshtë, e qëjmë pacientin Veselin në banesën e Dragodan privat, shkojnë live atë imobilizimin, shpëtimi për medikacion, a i qashtu shkojnë në Gjermani, s'kanë pas nevoj me intervenu se mire këmbo, edhe ka orë ka liftu si burat. Atë ju jemë dhjeri. I keni pija ta, Jo, i keni bo qefri. E keni qu në banes, i ka bo për medikacion, e ke imobilizu dhe pastaj në Gjermani është operu. Jo, s'ka pas nevoj me intervenu. Hiq, qashtu shëru? Mirë, prof, jemi këtu, te lufta. Do më në kërbo, kur prapë është interesant mars, kur acaru puna, po për në të tetën, kur për i me që u bo, më kanë orë, më kanë thirë. 5, 6, 7, familja Jashari, edhe pastaj me 24 mars, familja Haradinaj. Po, në vendinjën teme, do më në atje kem flijimin që shqiptarë t'jepen gjëshka për diri, e këtu të regu që e armata e treta në Evropë ka qenë, mas armatës Turqisë dhe Rusisë, mamaja që e mundet. Dhe më në kanë të regu se... Që ku luftohet për liri mundet edhe ajo. Po, mujti. Profesor, si kontaktut me UÇK-n? UÇK-n? Se duhej me bashkëpunu për me e njës me i ndërtu pikat. Afrim Blyta, edhe punon një mam, i Vufaj, Ulaj. Po, ata kanë punu bashkë. Ata në jetën private, ata që mdojnë që i në oskë, ata në shkort, osë më firën gjysë natë. Fa profesor tash, unë në bazë zani ti dala njerës, atë që zdi me kënu, zani folë ma shumë se tjera. Fa, më fanë profesor, që e vikera që duhet me konë gacem, no? Fa, na duesh, në takimin galaksi. U lidhet me UÇK? Po, në përmes, përmes cilave organizata, ju pastaj se ju keni shfrytzu do makina, do organizata, kryshin e kuqe... Jo, ata na kanë shfrytzu, qërtash. Lufta në Kosovë ke ashen dytë, asë lufta e ka regullë të veta, sa mo kryqi kush në dëkëmtar nuk mujke me pru mjek vullnetar që ka pas, se ishë frikë që kanë me pësu. Po, kanë më vra. Po, hera parë në histori, si kryqi kush në dëkëmtar bën ekipër me mjek vendor. Atë kontakte ka vu Ilir Tolej, me shpëtim robej, në përmes Sarandës, edhe asaj vajzës tjetër që kanë përkëfish, qashtë të fëmelu, se fillim kemi shku, po, kur fale. Nga dishmeria juve jashtë zakonshme e juve, po dhe profesorve të mi, edhe doktorve të tjerë, që i qëndruat absolutisht deri në fund betimit tuaj, po edhe afer ushtërisë lirimtare të Kosovës, edhe aty në ati populli edhe unë e thash, në ndërtimin e pikave të spitaleve të arshme, në për male, në për... Ne imë do më në të njëtën, mas asaj dytën, me shpëtimin, po më atjerë, kem njësë me përgadit pajisin. Shpëtimi ka qenë iniciator, ke majtë në garajën tingme që kom pas një 200 metra. Me përgadit pajisit, i marshi ku mu ishi? Jo, normalisht, i bleshim, mas aparatin për anestezion levish, për aparatin për anestezion me qenë levis me marrë me vete. Instrumentet kirurgjike, në bazë të asaj që kishin një parandjen, a iniciator ka qenë shpëtimi. Shpëtimi, në përmale kur shkonit, e në për vende ku ishte vendosur UÇK-ja, i takoje studentet tu? Po, aja është dëman ka qenë mashtore
kanë punu, ma vonë një kirurg ma kështu facial të mirë, me sti përmendin Arsim Kelmendin, e tjerë. Për çdo vit, në qëto 26 vite më pas përfundimit të luftës, në këtë muaj të tetorit të shohim shumë me ma shumë energji, me ma shumë lëvizje, në çdo të sep, me të drejtë na të pyesim, profesor, thua se absolutisht do ta përkujtojmë se meriton dëshmorin e kombit Shpëtim Robajn. Si kujton njohjen me Shpëtimin? E kishe student? Po, bashkëpunëtore me i të fort. Me Shpëtimin i kom kalu 15 vjetë. 93-ën e kom njoftu karë si pacient, ka pas një cisë që i kom intervenu, ma vjen e bashkërtën për 88-ën janë nisin të në 10 vjetë punës, janë vjetë më dhe më fanë se për jetën teme. Aj, këtë, dhe më hënë, kër e kujtojmë ata, ka ra me 30 tetor, në 88-ën, por ndu me ja kujtu 15 tetorin, që ka ditëlindjen. Se njerës t'ilë... Pse ditëlindje në jo ditën e rënjës? Se njerës t'ilë kanë veç ditëlindje. Veç ditëlindje. Ata kur nuk shkojnë. Dëshmorët e kombit nuk kanë datë të vdekjes. Në momenti kur e humbët mikun tuaj, studentin tuaj, doktorin tuaj, Shpëtim Robajn, si e manë mena ditë, prof? Kur nuk shlyet, se nëse shlyna nuk kemë në vasmoj. Për më kujtojtë Charlie Chaplini, vëllësej, when I cry, I want to rain. Po, a momentin e fundit a një natë për para, që i ka para pa që dikush ka më shku. Jo, momentin e rënjes, po, dhe lirisht thuj edhe... Natën para, interesant, ne im në një ditë për para, jo, kër kështë emisionin, ullëshim u konë kafja e njoftë në Martinit, ka shi ndërtesës kryqit kështë ndërkontar, nej e këntëshim. Po atë natë, si më parandjeni, më lejëm një natë për para, të Iliri, Ceni, këtë që imi konat ekip, Ilir Tolaj, Ceni Bytyqi, Shpëtimi, kë doktori që i Prëshevës ka qenë me ne. Timer Aliu. Po, se që ka... këtu, po rrim, po diskutojmë, në pa të nështijeve ma heret në përfusht mina, në pa të njujtë me snajper, Shpëtimi kështu fa. Unë kisha një obligim fa, jo nëse do të më shku, unë se mi fotografu familjen Masakra. Deliaj. Bravo. Deliaj. Masakra. Po, bëre përgatitim aparatin, përmenim ma vonë, pa jo do të më shku, se arë njerës të zyres Amerikanit do në i kem fotografu, pa që dikush kemi hongër. Pa ti du, fa mi këqyë regullën ti, pse isha maj vjetër. Profesori. Pa plus si nëzanë si Beograti, bëjtë humor. Fa si maj vjetëri, jo më e ka pas një fjallë beder, pëtin fa jo më ti dush më nu se ti shku të sene, kanë mi jarru njerës, atë pjesëm të shku pa ata mas libri. Sikur parandjeni. Po, kur nisëm në atë rrugë, dhe më në putën fushmina, unë kom shkel 4, aj 3 herë, e kom sfigu në atë emisionin tjetër, kur ka eksplodu, kemi shku e kem gjetë, ata e lirin, këto është një detalj, a këta të kryqit ku që fanë më zderni për kjerë me ornu, zgudzoni me do. Pa shurnes ati ju vëzlen, për nesë i kemi misht. Prit ati momenti, është ndru ligji kryqit këtë ndërkombëtar. Do më në fush mina në lukuhin, jo më këthy në fërkamp njajt. I prum aty, kjo kështë e gjakderët mrenë, Shpëtimi se më ndusë pa... Sa të lëndohet edhe Ilir Tolaj? Ilirit, më bare, këta të 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 Iliri kishë vrimje se ju lëndu nervit supra ka vime e në farë Britanis, e këshu i mërë s'ki kur gjohat, se më fash, Shpëtimi, që i kom shkru me këtu fjallë për njëtë, e fa osë, erën për pacienta, u bon pacienta. Erdhën për pacienta, u bon pacienta. Ja, kështu e pas ka jeta. Pa, kur u dovë, fush, mina me meti, do të më spigu, më në bu humorin ti, i meti këpuca. Pa shko mërë ma këpucën, më shë e ti në veti. Se komunikoj ke se shejmon si, Irlanda zi kryqit kush, vëzë kërë së bëgo, është crazy man, shkoja pru një këpucën, a fa që tash mu i më rahatu, e fa, që ka që pa të jamja, me nuk ka qenë ka fështirë me vdekë. E më bëllë sytë për shëmpon,
vazhdoni misionin. Të në fjallit të fundit. Tash për e krym ata, për qela ati ka qenë ma vështore, e këqyrim ma vonë, e mora dy detyra tona për bëtë zeqë. Pa mere Memlin, djalin e shpetimit, në banes, se konë shumë i lirën. Shpetimi ka pas një interesant, me babën e vetë të vërritur bë këshok, qashtu ka fëmit mi bë shok, e ka pas djalin shok i liu, e shkën Rjaniti me djali jam në shkollë, tash kuptohet mi tërgu, Fabian doja edhe të mi tërgu. Doja ansari, shokë jam. E merë edhe i tërga. Në telefonoj ke profesor Musa, ta kolegë që ishin jashtë. E u duke meru i telefonin, ma vonë bëca zesh, e unë ja thot, jo, kem bëndos, Osman, ti mi fonë që e shokë. Unë isem me nxez, me dy shokë me kërë, dhe detale për eki, këm rrim, mënë se me shku ka banesat, ku e kanë të posta re, shkun ka Sofalia, ku ka pas. Pa, a gjasë unë ku përshkojnë. Pa shumë e mli, ti kemi e pa vapë në pa shok. Ma o konë me, fa qyshu bo a jetohet pa te. Kërë nëjtë, qyshu bo a jetohet pa te. Bo kajta. Po kur me forsim ko? Je i fort, profesor, Po duket se po. Apo? Po s'ka njeri që s'ligën në momente duan. Sigurisht. Ju pastaj për vite të tëra keni bërë shumë që ky njeri, kjo figurë, ky doktor i liris, të përkujtohet, t'i bëhet busti, të shkruhet për fatë mirë dokumentar për të kanë bërë dhe mediat e huja. Është filmi që është qyrë mas shumë të në botë, bërë aja që ka bo Mike jam më karë masurtën ka vizitu, tjetër Nancy Durham, unë e fësha ki diqka me Edith Durham, po filmi që ka qyrë në mbi 50 televiziona. Në dy fonet moja në atë film, izat i të pushina, unë të jongë është ha mas shumë të mirë, se është fania këj fatë shpetim, në të shumë më spit, duhan e pike, hajke cigaret. Unë ka pak e pikë, fa am mrit plumi shkaft, sërbit, okupatorit, a kanceri mushejit sejnë, është njëtë. Kur shkeshin e për tërën e ka pas optimizmin e pa fyshën, për racional, shpijat e djegne, e fejke, a pishe interesant, ne e më qyri, 90% shpija o djegne o gjakët këtë kanë metë. Fejke ka shaj si keme fitu. Që na kemë më këthy. Do më kresë shpija rënume, lejle këtë rishën atë. Ku ka tëm, ka jetë, ku ka zjarë, ka jetë. Ta jonë simbol që jonë fjallë, atë e shpetim, fejke na kemë fitu. Deri sa kemi folë, regjia na i ka dhënë edhe fjalimin tuaj që keni mbajt ditën e varrimit dhe sigurisht e keni pas të shtirë dhe nuk po du me të këthy ma të lotët se minzorë dhe mua. Mundesh ti me ledzu nëse dënë, që kuar? Kush mundet? Jo, ti mundesh. Unë nuk mundem, profesor. Po kush mundesh e pja dikuj? Na ka dhënë regjia se unë nuk e ledzoj dot. Ani, mere... Unë të lotët jam më i ligështuar se sa ju. Se mësu se jam, Se mësu se profesori. Sa koni ma shpitimi, kur vishin komandantët e bën stilit që të thotë. Dhe më një komandantët mund kanë vizitu, nuk urshin me pi kafe me mu, pa shku të fotografia shpetimit. A mundet kamera me qitë që të? Pa tjetër. Që e maj qështu, dhe më A tjetër, po jep kamera, profesor. Vizit, dhe më respekt. Absolutisht. Kur nishin për vepën të. Unë kom folë se nishë Jugoslavi që në bërë luftë, ati kom shokë, Sloveni në Kroaci në Bosnë. Sloveni fajke na këni fru 7 dit, e po folim hala. Kroati që konë profesori me marë, Viragu ka nuk ta në nëshkruj recenzionin, pa shkru libën për shpetimin. A i fatkësisht ka vdek, më në atë hamanet. Dhe më në kuadrë mas tibe studenta, u këptohet, kam më shkru maj vejnë. Librin për... Po, kuj ka me qenë sigurisht kërësori.
na kemi luftu 7 ditë, na kemi luftu 3000 vjetë, profesor. Po, e mershin fundin. Këtë luftën e fundit e po që shpërbërë Jugoslavisë, këta po që në përqet. Profesor, çdo vit e përkujtoni më shumë për kushtim, doktor Shpëtimin. E çfarë dëshironi për brezat e rinj të dinë për të, që të mos e harrojnë kurrë? Jetën dush me këshyre gjithmonë kënë ki pas mas. Se pa njoftë kalumen, nuk e kupton tashme e shedin ku kime shku. Nëse jarojmë, jo veç Shpëtimin, se na për Shpëtimin kënë në forë ta kamëna malku për e li. Kamëna malku për ndia. Nëse jarojmë veç atë tine. Ose nëse jarojmë, kemi në konë gjikun me i përsërit. Atë ka ndryshu lufta si njeri? Qarë kuptimin? Ndoshta mënyra si e shikoni jetën, Që njeriun, dashurin, jetë, venin. kështu, jetë trim s'kom qenë, po në luft. Trim po i gudzim shumë kom qenë. A jenë konë gjakujt, haradinajt e ata, fshatyt. Po, jo, gjëhat jemi bashkë, po, aty trim s'kem që më konë, po i gudzim shumë kom qenë. A i gudzim shumë ke qenë? Më tut, s'kom dit, jo më frigus, s'kom dit, po e rujt. E vetë një gjatë që e më frigu në botë, ale një jetë i fregona, mos më tërknu, e kom arrit, Mos më tërpru, mos më korit. mos më korit. Në zaspe, këta i kom arrit, se kom pasë, i pagabushëm, veç Perëndia është, e kom në gabim, po që tu kom 3 shtylla amanet për prindë. Cila është gjaja më e thjeshtë që ju bën të lumtur sot, mas që thyre betejave, edhe profesionale edhe jetësore? Kem jetu në kona kërë kriju historia, në kom konstitucionit, po kom jetu me njerës të në bo vetë histori, si Shpëtimi. Kom arrit me ngrit një kuadrë të mirë profesionalt, me styne edhe 3 mjekë, fëmijët e mi që janë mjekë shumë sukseshëm. Në më gjenatën e fundit të i shkollu tash, këto në Shqipni, një 4 nxënës për kirurg, mas nesër kom me regjistru në postdiplom, në specializim se këtu do pëngesa ligjore pa live. Do më besoj që i kom kontribu sa kom mujt. Po e bukura që po shkon në Tiranë shpesh edhe po realizon një ndër të vjetër se të gjithë kemi dash në vitin 81, 2, 3 mëna pas lonë më shku në Shqipni, e mos mëna dhe nuk hejt ishim shku. Tej, lagjën time, shok që ishin autokton qytetarë, Besim Agusholli, Tajri Gjikolli, shpesh që i më afer kufinit, ku i këm pasën e dajte me pas Shqipni. Profesor, nëse do të mund të këthenit kohën, mrapa, a ka diçka që do të bënit ndryshe? Njëjtë e mirë, Apo çdo plagë e jetës ka qenë pjesë e misionit tuaj? plag e kisha Shkeroveshkën në profesorin e fiziologjisë. Jo, çdo ramje e kam gjiku të jetës, ka forcu. Ka forcu. A A do ta bëje ndryshe? Jo, veç kisha shkela ma forte e ma shpejt. Ma me trimëri apo Fast, ma guximshëm. po Se- me pas ditë që del qështu? Se pjekuria është mençuria e eksperiencës. Pjekuria është mençuria e eksperiencës. Tash ndikë të në tjetë se këmëra me bërë. Dhe për fond, profesor i nderuar, çfarë mesazhi do t'i japni trive të Kosovës, mjekëve të ri, studentëve, e ndoshta kujdo që megjithatë ende beson se njeriu mund të ndryshojë diçka të madhe me zemër e me dije. Rinisht, përgjithësi, ju jeni pasunia, begatia dhe perspektiva e Kosovës. Jeni pasuria, ose begatia dhe perspektiva e Kosovës. Profesor i nderuar, S'pi ofrojmë sa duhet. s'pi ofrojmë sa duhet më Po, ndonë? unë personalisht po për në përgjithësi, shoqënia si shoqënia. Shoqënia jo mjafton shumë. E fundit, s'ka gjo ma shtruese një qenerat që vanë për studenta. Pidin kush i va. Ajo është turpnuse, se ata nuk blenë për një qenerat. Profesor i nderuar, sa bukur që të kemi, sa bukur që të kemi pas në përkejt të kaptinat jetës, që na ke ndihmu të formsohemi qatë sa mundemi,
edhe ishte mrekullisht të kisha musafir. Ne qëndrojmë her pas here, vazhdojmë si student jetën kam të pas profesor. Si studenti me profesorin, por e bukura është që kam dëshirë kështu të vish her pas here e të na thuash gjërat bukura si që na ke thonë sonte. Të kërkoj të falur që të kam prek në vene po kam forcon. Po ku na I ke nxjerrë dhe lotet. I tillëm. Artificial s'moj mu. Unë si person, u mundova të shpetoj nga lotet, nuk shpetova, po mirë që syna në një fazë ku me fillu me qajt nuk nalem ma. Kështu e kam? Jo, s'ka si fazë. Faleminderit shumë. Sa erbin jetë, nuk më rëndësi sa rëzosh, sa ngushtosh, po sa shlirosh, sa si ngritesh. Edhe si ngritesh. Faleminderit. Ishte knaqësi, faleminderit profesor.